Bleu 15.000 euro i visalën dhe sa mi euro e ka bler ambasadorin britanik. Oligarku i shëndetësisë Klodiana Lajbeu, në nënhetim nga SPAK, tashma ka nisur disa shkrime për në mediat që paguan, me synim për të përcjell tek publiku, burrin e ndershëm me lidhje ndërkombëtare. Pavarësisht se ka telefonin të sekuestruar nga SPAK, oligarku e ka deri në fyt të riun me biseda çati për mediatik të Spitalit Amerikan. Përfaqësues të Spitalit Amerikan theksuan se investimi në arsim mbetet prioritet strategjik, duke cilësuar edukimin si një nga shtyllat kyçe për zhvillimin afatgjatë të shoqërisë. Shkruhet në shkrimin e të shpërndar në media. Por as ky shkrim i bler mediatik nuk mund të balancojë vjedhjet e pafundme të fondeve publike të denoncuara në rrjet të oligarkut që torturon pacientët e hemodializës në kushte mizerable.